Tani se që më duket mua, apo nuk është ashtu, Loredana është bërë shënjestër për të arritur të marrë shplikime. Do me thënë, Loredana Brati ka qenë në qendër të vëmendjes këtë kohën e fundit, që nga andale, nga Dalina Buzi, me Aulonën dhe Fatmën që po bënin komentimin e moderatoreve shqiptare, vajzave shqiptare, veshjet që ato përzjedhin për të dalë në skenë, mënyrën se si ato shprehen, cilën formë të dialektit përdorin, sa e njohin gjuhën shqipe dhe gjithçka të këtillë. Do me thënë kishin përzgjedhur disa nga emrat Loredana Brati, Benjada Nishani, Luana Vjolta e shumë personazhe të tjerë që komentuan. Loredana Brati, siç duket, i ngeli hatri më shumë dhe ishte në shënjestër. Por në question, në pyetje që Jozi ditën e djeshme hapi në Instagramin e tij në një bisedë virtuale me publikun shqiptar, aty u përmend me patjetër edhe Loredana dhe u pyet edhe për marrëdhënien e saj me Jozin. Loredana Brati e la të kuptueshme që është ndarë me Jozin dhe lidhja e tyre ka marrë fund dhe sidomos hatri që i mbeti ndaj Aulonës, Fatmës edhe Dalinës ishte fakti që ato e quajtën si Loredana e Jozit dhe jo si Loredana me identitetin e saj. Por çfarë thot Jozefin Marku për këtë marrëdhënie? Në një epokë ku çdo emocion ndan hapësirë me një klikim dhe çdo ndarje bëhet publike përpara se të jetë përballuar privatisht, historia mes Joz Markut dhe Loredana Bratit është kthyer në një sak që publiku e ndjek me frymë të mbajtur. Pas muajsh të tërë spekulimesh, supozimesh dhe interpretimesh nga fansat edhe nga mediat, duket se të dy protagonistët po ecin në drejtime të ndryshme, të paktën sipas fjalëve e jo sipas ndjesive. Ditët e fundit në një postim të thjesht në Instagram nga Jozi, ish banori karizmatik i Big Brother VIP Albania ka trazuar jetin dhe ka ndezur sërish debatin mbi marrëdhënien e tij me Loredana Bratin, teksa ndjekësit e bombardojnë me pyetje dhe komente mbi ish të dashurën e tij të famshme. Njëri prej tyre vendosi të rikthente në skenë një nga shprehjet më virtuale të Loredanës, Aroje. Në vend që ta injoronte ose ta merrte me sportivitet, Jozi reagoi me një frazë që u shpërnda me shpejtësi në rrjet. Ai thot, nuk e haroj. Në vetëm 4 fjalë Jozi dha ndoshta deklaratën më të sinqertë që ka dhënë ndonjëherë që nga ndarja nga formati televiziv. Ishte një mënyrë e prerë emocionale dhe e ngarkuar me ndjeshmëri për t'i treguar se për të e ka kaluar nuk është e haruar e aq më pak Loredana. Ky reagim vjen disa ditë pas që Loredana gjatë një komunikimi me ndjekësit kishte qenë mjaft e drejtë për drejtë, lidhja ime me Jozin ka përfunduar. Fjalë që për shumë kënd ishin sinjali përfundimtar që kjo marrëdhënie ishte shuar, ndërsa për të tjerë ishte një hap i saj drejt qartësisë dhe rimëkëmbjes personale. Por Jozi duket se ka një tjetër version të realitetit. Në një tjetër përgjigje që dha përmes një sesioni pyetjesh, ai shtoi: Çiftet zihen e bashkohen, nuk ka lidhje pa ulje dhe ngritje, asgjë s'është e mbaruar për sa kohë ndjenjat ekzistojnë. Me këto fjalë Jozi jo vetëm që la të kuptohet se ende ka ndjenja për Loredanën, por edhe se nuk konsideron marrëdhënien e tyre si të përfunduar. Për të, ajo nuk është një ish e shkuar, por një histori që meriton një shans krejtësisht tjetër. Ky ngulmim i Jozit për të mos e arruar është pritur me një reagim të ndryshëm në rrjetet sociale. Një pjesë e ndjekësve kanë quajtur këtë gest si një shenjë dashurie të vërtet, Aroje, duke e vlerësuar qëndrueshmërinë dhe sinqeritetin e tij. Të tjerët ndërkohë e kanë parë si një kokforci ose mungesë respekti ndaj vendimit të Loredanës, e cila ka qenë e qartë në distancimin e saj. Do me thënë, dua pak të ndaloj këtu. Loredana në të gjitha daljet e saj publike, të paktën kohën e fundit edhe në emisionin Goca dhe Gra, e ka bërë të ditur që marrëdhënia e saj me Jozin ka përfunduar. Dhe jo më kot, siç e thash në fillim, ajo u prek shumë nga Aulona dhe nga Fatma që ato e quajtën atë si Loredana e Jozit dhe jo si Loredana Brati. Do me thënë, sipas tyre, Loredana është njohur nga afrimiteti që ka patur me Jozin dhe nga marrëdhënia që ka patur me Jozin. Joz Marku nuk e pranon që është i ndarë nga Loredana. Jozi thot që marrëdhëniet kanë gjithmonë ulje dhe ngritje, aty ku ka dashuri ka dhe zënka, aty ku ka dashuri ka dhe hatërmbetje, ka dhe
mos pajtime, por nga ana tjetër është ajo vet Loredana Brati që pranon se ka mbyllur gjithçka. Por gjithsesi Jozi ka përdorur një fjalë të cilën Lori e përdorte në Big Brother dhe që u bë mega meme me këtë, do të thënë arroje. Jozi e ka përdorur në Instagram.